أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Në javën e kaluar hapëm atë bisedën e 3 muajve të mëdhenj, do të thotë tu përgatitën gradualisht e ngadal për muajin e madh të bekuar për misafirin e Allah subhanahu wa taala muajin e Ramazanit. Dhe inshallah jemi në rahat e kemi kuvet. Ne gjerojmë ato që janë të sëmur, inshallah Zoti u rikthen shëndetin dhe I fuqizon dhe I përgatit për të agjëruar muajin e madh të Ramazanit. Ne thamë që ka dalë do të thotë çdo besimtar duhet të fillon të mban llogari e përgjegjësi edhe të parapërgatitet me punë dhe vepra të mira e të hajrit, duke filluar me shtuar ibadetin, do të thotë dhe duke e përzier në përte me Ramazan, të hanë tejte edhe një natë të madhe. Edhe thamë që muajin Rexhep pejgamberi alayhis salam ka agjëruar më së shumti Aisha ka treguar ka thonë Rasulullah alayhis salam në asnjë muaj nuk ka agjëruar aq shumë sikur në muajin Rexhep. Është e lavdruar, dhe është e pëlqyer, dhe është sunet I pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe besimtarët siç e keni të njohur kanë filluar domethënë një pjesë të dërmuese e tyre të hanë tejte agjërojnë. Edhe në prag të Ramazanit e kam fjalën në përgjithësi dhe në veçanti duhet të bëhemi besimtar të mirë. Edhe njëra për gjithmonë është koha me morë vetën me të mirë, edhe me bo punë të hajrit e të mira e deri të na vene era njerëz. Më shkurt, edhe milionën do punë të këqija e të ndaluara, e të fllishte, të piste, të ulta, edhe që na I thejnë qafën ndonjë në heret, na I prishin renin, na I prishin ditën, na I prishin familjen, na I prishin nderin, autoritetin, dinjitetin. Edhe duhet milon këtë punë të këqija që Allah subhanahu wa taala na I ka ndaluar edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. E janismu morën me punë të hajrit e të mira, elhamdulillah mendjen e kemi, shëndetin po, mundësit janë, në fshah stabiliteti është. Edhe janë kushtet për me bën punë të mira. Ma mirë nuk ka si bëhet. E kam fjalën nëse mendon dikush të presë me ditën një ditë më të mirë që na t'ja fillojmë të bëjmë të mira, nuk ka më mirë. Dunjoja që kjo. Probleme, ngatresa, shtresi, konflikte, probleme, kërkesa, ku ta di unë, detyra të pasgjidhura, ama duhet me bëhen mirë. Hiç pa u ndal. Se me qenë musliman, do të thotë me qenë njeri I mirë. Me qenë musliman do të thotë me bëhen mirë, sa të mundësh. Kjo është detyra e çdo muslimani në këtë jetë. Keq mos me bëhen në asnjë rast, hiç kur, me bëhen mirë, sa të mundësh, si thëlli nga kondi I vet. Edhe ne me pas ndëgjuan Allahun edhe pejgamberin alayhis salam, e me bëhen mirë, jeta e jonë do të ishte shndruar në një jetë shumë kualitative dhe cilësore. Kur ke punë me njerëz vetëm të mirë që janë, dhe njerëz që janë vetëm pozitiv, edhe vetëm prit momentin të bëjë një të mirë, e prit, investon, edhe e ka, si them, ngarkes 24 orë, si të berë punën të bëjë një të mirë. Të bëjë të mirë një të mirë tije, shoqëries, familjes, kishte qenën bota kështu, si që ka thonë Allah dhe pejgamberi I tij. Do të mëngjes kur të qohësh,
derti dhe galja numër 1, se si të bajnë mirë diçka sot, sa do të jetë e mundur ta bajnë ndonjë të mirë në këtë jetë. Dikujt me diçka, a me pare, a me aspekti fizik, a me intelektual, a me një informacion, a me një buzëqeshje, me një këshill, me një mësim, me një udhëzim, të bajmë mirë. Allah në Kur'anin Kerim, tash e mira që po flasim, nuk është vetëm një segment, vetëm një vepër. Ati për shembull dikush falët, edhe për shembull ishte njeri i mirë. Okej. Ose tjetri agjeron ishte njeri i mirë. Tamam, nuk përjashtohet. Mirë po Allah në këtë jetën që e lexova të ta shpërthejmë, ka thonën, nuk është mirësi ka i një këthi ju në namaz, që shtë ajeti. Lejse l'birra në të wallu vujuhakum qibla al-mashriqi wal maghrib. Ka thonë nuk është punë e mirë vetëm, a i një këthi ka lindja, a ka perëndimi në namaz. A di, muhabeti ka qenën, a ka qabja, a ka kudusi. Ka thonë vetëm kjo nuk mjafton. Nëse mbetet vetëm kjo, nuk është më rëndësia, atëra ka lindja, ka perëndimi. Ka thonë mirësia është ta besoni Allahun, gjelle gjelaluhu wa gjelle sha'nuhu. Me emra, sifate, atribute, cilësi, shka i takon, lartë madhëries së ti. Ta adhuroni, ta madhëroni, ta lavdroni, ti nështroheni, ti përgjigjeni, ti dorëzoheni. Apo thu jam i mirë tash. Me besu Allahun, me besuon ditën e kiametit. Ringjalljen. Besimtari që e beson ringjalljen, besimi në ringjalljen në botën tjetër, është, si them, korrigjuesi dhe ai që të kontrollon dhe të monitoron. Mos me qenë besimi në botën tjetër, unë nuk ndalem nga shumë punë që jam ndalë në këtë jetë se kam frikë. Se ringjalla unë besoj. Ringjallën para madhërisë së Zotit duhet me dhonën përgjegjësi dhe llogari e dënim e shpërblim. Dhe unë shpresoj në xhenet atje. Besimi në botën tjetër e mban njeriun vital dhe e mban në rrugë të drejtë. Nuk ban atë që ke pas mundësi, atë që të ka ardhur në kam, atë që të ka ardhur në dorë. Nuk vjedh, nuk rren, nuk tradhton, nuk mashtron, nuk shkel kunor, më thash, pse? Beson në botën tjetër. E ka këtë besim. Dhe ai besim reflekton këtu, në këtë dunjë. Një njeri që e beson botën tjetër, shihet në veprimtari, në komunikim, në sjellje, në tabiat. Ka përgjithësi e kam fjalën. Tash mirësia, besoni Allahun, ditën e kiametit. Melekët, pejgamberët, librat dhe mirësia është ta ndihmoni jetimin, fukarajën në ajet, këto që e kanë numëruar. Miskini, skamnori, nevojtari, fukaraja, invalidi, i papuni, rast social, i sëmur, ushtar, student, ai që kanë ngel në rrugë, i kanë hup parat, i kanë hup dokument, kanë vetë në udhë dikun. Këto i numëron Allahu. Thotë dhe mirësia është ata që e japin paran, ose ndihmën e tij, kontributin në këto shtresa, në këto kategori. Tash besimtari i mirë, apo në prag të muajit që po them. Wa atal mal ala hubbihi dhawil qurba, të afërmeve. Yatim, miskin, ibn sabil, wasailin wa fi riqab. Edhe për shembull, me para e blen lirinë e atyre që janë në skllavëri, i liron. Okej. Ka thonë, dhe ata që e falin namazin të rregullt. Këta gjithherë po ja u them. Fjala në Kur'an e falin namazin nuk e ka për qëllim këtë namazin ton, ta në tejte. Këto janë jashtë. E falin namazin është fjala me disiplinë metalike. Preja ditë kur të jem bilik, deri ta dorëzoj amanetin 5 kohë namaz. Dhe e falin namazin dhe japin zeqat. Wal mufuna bi ahdihim idha ahadu, dhe ata të cilët janë lojal, të besueshëm. Thot, kur ta jape fjallën, kur ta jape besën, e mban, pa marrë parasysh sa kushton, se ka njerë kushton shumë, ati ka njerë okej, s'kushton kur gjo,
ama nga njëherë kushton tërë kapitali. Nga njëherë kushton me qafë, me kokë, jetë. Nga njëherë kushton atë dheu. Nga njëherë kushton karriera. Thot volmufuna bi ahdihim idha ahadu. Dhe ata të cilët i qëndrojnë lojal dhe besnik premtimit të vetë. Ashtë prej mirësie, si mi të folë, çka është i mirë me qenë. Për shembull prej të qenurit lojal, është për shembull me ia dhënë votën në mënyrë të lirë, demokratike, pa ta imponu kurkush, pa kërcënim, një partije, ja me të gjaftën votën, nesër me të majtën i del përballë, kundër. Këta besimtarët nuk e bojnë gjatë mandatit. E ketë të drejtën, mas 4 viteve me ndru mendimin, me shpreh mendimin për sëri. Ama nëse ke dhonë fjalë premtim, duhesh me mbajt. Ash i mirë, e kam fjalën. Allah në Kur'an ka thonë, nuk mjafton na u kthit ka lindja dhe perëndimi, edhe jemi të mirë. I mirë është Allahu dita kiametit, pejgamberët, melekët, librat, namazi, zakati, fukaraja, miskini, skamnori, sociali, kujt diune, dhe ai që mban premtimin, wal mufuna bi ahdihim idha ahadu, was sabirina fil ba'sa, wad darra, dhe ata që bojnë sabër, kur kanë edhe të mira, se me të mira është shumë e vështirë me bo sabër, pi të mirave tash e kam fjalën. Ju e dini se për shembull mirëqenia sociale dhe mundësit kapitale i hapin edhe dyert e këqija pastaj. Edhe hajde tash ban sabër. E di ishte me një deklaratë atje dikun, një vajzë thot nuk martohem me njerëzit e pasur, thot se është e njohur që shkelin kunorën e tradhtojnë shkaku i mundësive të mdhoja. Ama për jo musliman tash, e di? Për musliman që kja më apeti? Mos më thuj filoni. Është i mirë se a këthi ka lindja ka perëndimi. Vetë Zoti i këto biseda, si të them, i demonton dhe i plotëson tash, i zbërthen. Duhet hierarki, me ren, krejt duhet, mu koni mirë, kam fjallën. Dhe ata që bojnë sabër, kur anë pushtet, kur anë shiri, kur anë fuqi, kur ka kapital, karrierë, i ka mundësit, dhe banë sabër prej punëve të këqia, që a i ka mundësit mi hapa të dyrë. Ka thonë dhe banë sabër, kur anë shismut, kur e ka dikan smut, kur anë shfugara, kur ka borgje, kur ka probleme, me fëmi, me familje, me shtëpi, me vizë, me nuk e di. Kur ka probleme, banë sabër. Regjistroni këtë ajet, se këto është u folë për diçka, si them, matrica e fejes dhe e jetës. A di se ne e kemi merak, i mirë, a di jam i mirë, filoni është i mirë. Këtë regull, po të them, i mirë nuk preashtohet, çdo musliman, besimtar, është i mirë. Pastaj ne kemi muhabetin kusha më i mirë tani. Nuk ka dyshim që je i mirë. Ama ka dikusha më i mirë se ti. Se ka më shumë komponente, më shumë praktika, beson, punon, angazhohet, investon, ndihmon, falet, agjeron. Është më i mirë se tjetri. Të çdo musliman është i mirë. Hinë al-basi wa darra, ulaike alladhina sadaku wa ulaike humul muttaqun. Allah në fund ka thonë, këta, që do që i numrum, janë njerëz besimtar të vërtet dhe njerëz të mirë. Dhe janë të realt, dhe të sinqert, e të shpëtum, dhe të devotshëm, që kjo është përshkrimi i Allahut. Gjelle, nëse dikush do në me dit, shka dhe më thonë me qenën i mirë. Me një fjalë, nuk ka kufi sa mundesh me qenë i mirë, edhe i ke mundësit me qenë i mirë, definitiv. Edhe duhet me provuan, mu bëhen i mirë dhe më i mirë për çdo ditë, deri të vene era misk. Definitiv. Sjellja, si të mbota jote fizike, shpirtërore, komunikimi, fjala, përshëndetja, ndeja, të ketë hije, si musliman. Të jesh tërsi akhlak edhe moral.
Në hadith pejgamberi alayhis salam ka thonë tash me zbardhjen këtë filozofinë e mirësisë, ka thonë el birru husnul khuluq. Mirësia i mirë me qenë ka thonë është të keni moral të mirë, të jeni të sjellshëm, të këndshëm, të butë, modest, njeri që njeh kompromisin, që fal, amneston, kupton, arsjeton, ndëgjon, jo kre fort, temperament, kam thonë edhe pi, këti si lëvizi kom. I mirë është me qenën i moralshëm. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, i keq është, ose themi një vepër e keq, ka thonë ajo e cila të shqetëson këtu në gjoks. Tash di si dush me mot, a ke hin gjuna dikun, as ke hin gjuna. Për shembull, a bona mirë që shona se bona mirë, tash tregon pejgamberi alayhis salam psikologjia. Ka thonë, e keq është çdo gjë që ju han këtu në gjiks. S'm ka pa kërkush, dikun e kam bo një punë. S'jam i sigur ta ke shumë mira, a ke keq. Tash për me vërejt, ka thonë, nëse këtu ju hanë, ta dini se a konë gabim. A di, ka kalua ajo më ti, e lodh menën me ati, të ri këtu ajo. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, gjunohi është ajo që ju ngarkon këtu në gjiks, të hanë diçka këtu. Ose ka thonë, është një vepër të cilën ti nuk ke qef, dikush me dit, ose me të pas pa. A di e ke bo një punë, atë të hongër në gjiks. Si e i sigur të ke më kata, jo. E mot, a ke dëshirë dikush me dit, qatë që e ke bo ti? Jo. Gabim ka qenë. Se punë të hajrit, edhe të mirat, më pa, s'është problem. Kanë të gjuon, s'është problem. A punë që s'janë të mira, nuk kam qef me pa. Për që në pejgamberi alayhis salam ka thonë, mirësia është të jeni të moralshëm. Çfarë do të thonë moralshëm? Të jeni të hapur dhe të jeni të sinqert dhe objektive dhe realista. Sikur je vet edhe në publik, sikur natën edhe ditën, sikur në shtëpi mrena edhe jashtë. Që ki jam, a s'ke nevojë me ulëmtuar. Mirësia është të jeni të moralshëm. Tjetra është ajo që ju hanë në gjiks edhe s'keni qef me morë vesh dikush, se çka ka ndodhur. Hazreti Isa alayhis salam në një transmetim ka thonë 3 gjëra të cilat, domethënë prej mirësisë tash e kam, nëse përdoren do të shndrohen në mirësi, e begati, e kënaqësi. Nëse kesh përdoren, mund të sjellin mëkate dhe gjunohe dhe dënim të Zotit. Ka thonë, mendja, Isa alayhis salam, ka thonë mendja e cila mediton, mendon, e shikon kosmosin, si Allah në Kur'an ka thonë, shikoni qiejt, yjet, planetet, tokët, lumejt, detrat, malet, njerëzit, krijesa pa fund në Kur'an, Allah që i thret, shikoni devet, thot si i kam kriju, në tjera, okej. Ka thonë Isa alayhis salam, një mendje e cila, do më thonë, mendon, dhe mendon madhërien e Zotit, dhe mendon filozofien e jetës, çka jemi ne, prej ka kemi ardhur, dhe çka do të thot qëndrimi jonë në këtë jetë në mënyrë të përkohshme, dhe ka shkojmë ne, një mendje, është prej mirësijës. Mendja e jo e udhëzuar, shaf gjona piprap, shizofren, edhe e përdor për gjona të këqija. Adi e shatë dhe një të pasur, mendon që me e vjedh. Kalon ka banka, nuk e mendon të mirë me thonë, shikon çfarë shteti stabil, dhe shoqëri e vetëdijshme, edhe për shembull janë kushe shërbime, ku di në bankë, ka shembull. Ai mendon si me vjedh bankën. Shembull. Isa alayhis salam ka thonë wa nadharu wa samtu dhe heshtja. Kjo është këtu transmetimi i Isait alayhis salam, ama është edhe një transmetim për pejgamberin alayhis salam. Thotë dhe heshtja e tij ishte mendim. Domethënë besimtari i mirë, kur hesht, nuk do të thotë se është pasiv, tash a di, ja kishim siguraçt. S'ka kur jo. Dhe kur hesht, këtu mrena procesi vazhdon. A di sigura hadithi pejgamberët nuk flen. Është një hadith. Në atë kuptimin nuk ju flas zemra, e përkujtojnë dhe e kujtojnë Zotin edhe kur janë në xhum. Okej, ato janë pejgamber. Për një njeri i mirë është kur hesht, planifikon, mendon, ban llogari, mban përgjegjësi, ama e kam fjalën është njeri i mirë, edhe kur fol,
edhe kur hesht, sikur pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë, nëse folni hakun, dhe të vërtetën, ose heshtni. Ja. Ebu Darda radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë, adhuroni Allahun subhanahu wa ta'ala sikur që jeni të e pa. Zotin. Kur ta adhurojsh është hadith atje. Pjagje ka morë Ebu Darda, ka interpretuar. Zotin ta adhuroni sikur e shihni para jush. Madhërinë e tij. Të jeni të sinqert, edhe të jeni të pranishëm atij me mendje, me shpirt, me zemër kur e adhuroni Allahun dhe e madhëroni. Ka thonë, wa'addu anfusakum fil amwat, dhe llogariteni veten të vdekur. Ati mos u merrni me shpresa afat gjate, se ju e dini e kundërta e kësaj, njerëzit kanë plane, çdo njeri në kokë me shpalos, ka plane nuk i dalin edhe 1 milion vite jetë. Sa kemi plane këtu? Pa ma të janë planet e tonë. Realiteti është të kapë në rrugë. Emri i Zotit. Okej. Ka thonë, dhe llogariteni veten të vdekur. Gjithë më ba afër realitetit të qëndronë. Ti mos i jepni vetës shumë shpresa se kemi e zaptu Gjermaninë këtu. Kur gjë s'bëhet. Kalon edhe ti sikur kish tjerë kanë kaluar. Adhuroni Zotin sikur që e shihni dhe llogariteni veten që jeni të vdekur. Wa alamu anna qalilan yughnikum khairu min kathirin yulhikum, dhe dijeni që pak e cila ju mjafton është më mirë dhe më dobishme se shumë e cila ju trenon. Shumë është më rëndësi kjo. Ka thonë, mësone, prej praktikës, për asaj që keni parë në jetë, më mirë është pak që ju mjafton, se sa shumë e cila ju mashtron, ju shkatron, ju damton. Për të besimtari i mirë është muhabeti. Ati të musliman bereqetli, e të moralshme që janë adhurues të mirë të Zotit, janë shumë të sjellshëm të këndshëm qytetarët, janë edhe sa për lije namazin një muaj në ditë dhe heshtin, nuk. A keni pa një jetë kanë shumë luks, vetëm duhesh edhe timi i pas sit e hidajetit për me pa mirësinë e atij. Shumë kanë pak që ju mjafton. Përballë të tjerëve që kanë shumë, i ka mashtruar, i ka shumë e mashtron, e shkatron, e çon kërkun hiç, ndalalet. Allah i na rujtë. Wa alamu an al-birra la yubla, dhe dijeni që puna e mirë nuk harrohet. A ka fjalë, 5 banka, një ndihëm, një mbështetje, një buzëqeshje, një përshëndetje, një kafe, një gotë ujë. Dijeni se e mira nuk harrohet. As nuk shkatërrohet. Ka thonë, wal ithmu la yunsa, edhe mëkati nuk fshihet. A dija hek shajkët, pidrase, mbetën, birët. E mira nuk harrohet, se regjistrohet të këfunit e Allah. Ama e keqja nuk eliminohet. Që ka me të bëmë? Mund me të falë Allahu. Muslimani i mirë, që sot është shumë e vështirë, në kohëra dhe vendet tash okej, na imi tu janë ndihmuar, e di na të e kemi sot është shumë vështirë. Po pse sot është vështirë? Kur zhon s'ka sot vështirë? Na vetë kemi bërë sherrin vetvetes. Një e di, valla sot apo zor. A di ti kur janë bështet, të kesh, po pse mora zor apo shaka zor? Me po mirë, më koni mirë, mos më po keq. Po kur më mirë sa kon, hiç. Kushtet xhamia, kerra, ujnat nxehtë, sigurime, ku ta diu në izolime, shtroje, haje, pije, ku e di kapital, lëvizja e lirë, e qytetarëve, mallrave, makinave, më mirë. Merë në këtë historien, si të këtë pas, dhe njëherë, më mirë qafën rëve, leni këto ba vete një adi, jo vallaz, do të me ndihmuan të mirën. Prej mirësijës është, me ndihmu ka e mira. A ti më se ban të ja rusha dhe ajë dikur këshën të aka. Rusha i e, aka une. Gjatë bisedës, se në kishë kuptuar, në. Te aka e mira i e, ka e keqja. Po kanë mëkate gjithmonë ka pas. Kur, hiq asë në kërë pengameri se konë më mirë, hiq. Asë një pengameri nuk ka konën më mirë, hiq, kur. Më mirë se sot, me qenë besimtar i mirë, dhe mundësi për të bon mirë, asë njerë s'ka. Pse? Në një dituria është thot,
më e ngritur, të keq shtresa gjenerata krahasim me shekuj përpara. S'kan ditë njerëz as shkrim as lexim. Kur të them mungon dia, mungon edhe, si të them, motivi për të bërë mirë, për të bërë mirë, pa dituri. Sot i ke keq me dije. Me pasuri sot janë shumë bota më të pasur se keq bota mbrapa neve që kanë qenë. Me infrastrukturë, ligje, shtete, institucione, ku ta diunë, i ke mundësi sot. Edhe parja qarkullon më shumë. Një 10 euro, 100 euro, edhe transformimi i parave funksionon, del që atë investor union, 5 minuta i kanë ma teq parat, atje e bitis punën. Dikur, s'ka qenë as dituria, as pasuria, as mundësia, as transakcioni. E po ma mirë, shka po do tash, mo veç në xhenet kur të qojmë. Ma mirë është vetëm në xhenet kur të na qoje Zoti. Aleikum bisit këfejnë e pejgamberi alayhis salam ka thonë, bëhuni të realt. Tash prej mirësijës, moralit, bëhuni të realt. Objektiv, të vërtet. Ka thonë se realiteti dhe e vërteta ju qojnë në punë të mira. Të smutesh më konë rëndës, e me shku në punë të mira. Tash, aty këtë me rënda, okej, nuk ndërtojt. Ka thonë, bëhuni të sinqert, si besimtar, musliman. Dhe kapuni fort për realitetin, se kjo punë ju qonë të punë të mira. Ka thonë, nëse më rrinit e të mirat, e mira ka thonë ju qonë në xhenet. Dhe kështu do të veproni deri sa të regjistroheni te libri i Allahut se filan fisteki është i sinqert, ç'është në hadithi. Vazhdoni të mbeteni të realt me jetën, me njerëzit. Deri sa të regjistroheni te Zoti të realt. Edhe në momenti kur t'ju regjistron Zoti si të realt, si objektiv, të vërtet, nuk ka më dimër për atë njeri. Sigurisht kushton tash. Në raport me njerëzve, me punë, me jetë, gjatë, interese, kushton. Ama, për besimtar po flasim, a di që në botën tjetër të vendosësh dikun ku ta kanë lakmi pastaj. Sidku fil ghadab, Ibn Mukafa ka thonën prej mirësijës është të jeni të realt kur jeni në hidhërim. Kja kombinim tash fatal, e di si nota e dita. Se për shembull muj me qenën e thom të vërtetën edhe jam realist kur jam komod. Jam i gëzushëm, ama në momenti kur të hidhërohëm. Që atëherë gjatë atij procesi a e folti të vërtetën, e keni pa për shembull me gruën kur të kapësh, mu përla. Sa fjali thot për një minutë nervoz. Më kon me t'i regjistruun, mas mi ndëgju, e shef se asnjë s'ka qenë e vërtet. Kritika, akuza, sharje, etiketime, ka thonë, i mirë është ai i cili vazhdon ta flet të vërtetën edhe kur është nervoz. E pak problem. Tash okej, unë e bëjmë nervoz shkurt, për shembull 50 sekunda, 30, dikush 2-3 minuta, ama bjen prej testi. Se normali s'rri nervoz 24 orë, se të eksplodon. Ka thonë, i mirë është ai që e flet të vërtetën edhe kur është i shqetësuar. As nervoz. Ama të vërtetën e flet. Kjo janë kategori për mashallah, kjo janë për me ia dhënë dorën. Se nuk është punë e lehtë. Wal judu fil usra. Dhe ai cili është dordhënës kur janë fukara. Çfarë ju thash, janë kombinime të kundërta. Këjt japin kur kanë. Është normal. Ama me dhon kur s'ke, kjo pak është problem. Shumë është problem, jo pak. Tash të gjej njerëz që kanë parë, kapitale, pasurie, si japin. Ka njerëz me familje që janë të njohur, s'japin. Aty nëse nisin nga ato vende ku ne vim, i njohim, kanë pas kapital, gjithmonë kanë qenë të pasur në fshat. Kur asnjëherë s'kan marrë pjesë në asnjë aksion në fshat, hiç. Okej. Këtu më thot, dhe ai i cili jep kur është fukara vllai mirë. I ka punë shumë ngusht, a blen një xhami, po moron varreza, po bën një urë, po bën një shkollë, një operacion, një diçka, ka dalë, domethënë organizimi edhe ki merr pjesë. Që kjo është i mirë. Jemi të folën për të qenë i mirë. Wal afu në al-maqdira, dhe ai cili ta fal kur ka mundësi mu hakmar, është në pushtet. Për shembull, është ministër i punëve të brendshme. Edhe ti e ke bën një gabim me atë. Ta merr menja ai ka mundësi, një urdhër, policia ta arrestojnë, burgosin e tjera. Ka thonë ai cili fal kur ka mundësi me të hakmar, se ma fali
filoni që s'ka mundësi çka më bën, nuk paguhet shumë, se ti s'ke që të rrugë dalë, morë me ma fal. Ati kur u kapshin të familje 100 meshkuj, me një mashkull në këtë familje. Ja kish fal, po të ja kje me e falja që shek me bon, ku po shkon? Është e mirë, okej, ama nëjnë. E mirë është, kur ja fal, ama ti je në pozit, ku ke mundësi mu hakmar. Nuk hakmerës ja fal. Që është premisis? Ka thonë dhe kitmanu sadaka, me mshefën sadakajën, është prej punët mira i kitë di sevape. Një e ke pse ke dhonë sadaka, dhe një sevape ke pse ke mshet. Di sevape i ke. Nëse e jep sadakajën publikisht, ke sevap detyrimisht, Allah e ban kabull, s'ka dishim absolut, e ke qatë sevap, që e ke dhonë sadakajën. Këtu e ke edhe një sevap më tepër pse e man mshet. Muslimani i mirë, e jepet gjatha se ti e shmajta këto biseda i dindi. Dhe me mshehen, tash me mshe, dhimbjen, është fjallat të mos ankoheme, e keni pa në disponimin në përodat tona, ka qenë si të takohen pleshe plaka, në përove, po më dhem, edhe muje, të në njona një lafa dhe kistë oda, edhe muje, ka të shkojsh të ne, ka ankime, ankesa, rënkime, prishët disponimi, hupë, reni, ta prish filmin, apo mërvesh, që te ka kuptimin, do më thonë efekti sociologjik, psikologjik. Për nga mere ka thonën, prej mirësijës është, të bani sabër dhe marni ato, për vete, e kam fjallë mëse mshej, doktorit, shko të mjeku, thuj po më dhem kjo, ama jo në për oda, na nuk jemi për mjek tu, që më nga të regon gjithë ditën. Njoni, të ne ka qenë, që be e keni këto Gjermanë, që e dini, nuk e kanë tradit mua në kuën. Gjermani copa për më 10 herë operohet, asë se diskuton vëllo. Qashtu, pak e kanë atë, ma të fuqishëm janë, në mënyrën individuale, e di e kanë atë fjallën vetë kam lind, vetë jetoj, edhe vetë vdes. Është ajo parola të këto. Te ne është pak ajo filozofia ankimit, tu ka thonën prej mirësijës është që ato probleme që i keni, mbani për veti. Mos dili me që ditë më halën e miljetin tash këtu. Ja. Edhe kitmanul musibe do në thotë piklime, shqetësime, nevoja që keni, do më thonën, është mirë me imbajtën mshet. Në prakt të këtire muajve, gjithë një po them, që duhet të angazhohen, dhe më thonë të gjitha gjinit e shtreset edhe moshat, të fillojnë të merren me punë të mira të khejrit. Ati dhe isha të menduon, mesazhe, kam fjallën të ne, jo që nuk e din, po se di pse ka morë kështu sapa kjo punë, të ne mëkatarin e llogarisë si pa fe, di, është një gabim. Kush ka thonën la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, është musliman. Dhe e ka për detyr mu fal, me agjeru, me ndihmu, mu boj mirë, me bo punë të mira, me përmen Allahun, ka të drejtë, çdo kush. Ama kjo shka të më thonë, aj që shet drogë, është musliman, aj ka për detyr mu fal, me agjeru, Zotin me përmen si ti si unë, e ka të drejtë në absolut. Femra që hese gjveshur, e ka për detyr mu fal, me bo mirë, me agjeruon, mu pendu, me shku në haqë. Qetër, vrasësi me pare, është musliman, e ka për detyr mu fal, me agjeruon, me bo mirë. Po si thebe dhe një femër e zhveshur kejt, edhe me tatuazha në qarshi, ajo ka drejta me thonën, o Zoti im, më fal. Edhe pronori i shtëpisë publike, është musliman. Duhet mu fal, mu pendu, me bo mirë, me shku në haqë. Edhe një këngëtare që është total e devijume, e ka detyr me bo mirë, mu fal, me agjeru, mu pendu, me shku në haqë, me ndihmuon. Kategorit. Rakigjia është musliman, e ka për detyr njajtë si kejtë qertë. Ai që e konsumon drogën në vend këtu, edhe në hun, është musliman. E ka për detyr njajtë, mu pendu të Zoti, edhe ai qati kua, ku e djune, ai mundet me thonën, Allahu Rabbi, la sharike le Zoti, Allahu është Zoti im, nuk ka shoq ai. Ka të drejta me thonë, tu pira ki. Mëkatari janë qëtër temë, qafiri janë qëtër temë, këto vajza dhe meshkuj, këto janë vajzat tona dhe djemë tonë, motra, vlezër, qytetar. Këto duhet me iftuon, nesër pendohet, edhe aj drejtohet, bohet më i mirë se të gjithë. A me kam fjallën, të ne ka një paragjikim, për janë shqitilë dhe të më thonë, jo mërë ti ke drejta me përmenë Allahun vazhdimisht, që ati ku je, në mes të gjunohit, në kulmin e arrogancës,
Ti ke drejta me thonë, o Allah, më falë, më drejton. Kumaraxhia është musliman. Pronori avtomatave që i ka pru ati, është musliman, keni kujdes. Ai ka drejta me mora vdes, edhe me shku mu falë. Edhe këtë të shtresa, ai nxerr një dinar, edhe ndihmon fukarajën, jetimi në shoqëri. Mos u habitni se ai mrena në shtëpi, ban vaki, ban tobe për çdo natë. Ban vaki falet në shtëpi. Ban vaki ka ndihmu ma shumë se ti. Leni para gjikimët, nuk ka puna jonë. Ka Zot, ka ditë gjikimi ringjallje. Këtë janë të robët e Allahut subhanahu wa taala. Dashta të them mëkatari është musliman. Nuk ka lidhje, kërkush nuk përjashtohet. Feja nuk e ka punën ti largon, ti përjashton. Feja e ka ti fton, ti bashkon, ti organizon. Edhe mashallah, dhe elhamdulillah. Mos rrej gjiks për kërkan, se nuk i dihet. Bashaj ku sta merr menja ti me paragjikime, ku ta dish sa hajrat, sa punë mira ka bo. Ku me di çfarë biseda i ka me Zotin, çfarë ndjenja, çfarë besimi. E jona ka qenën ti ftojmë. E jona ka qenë ta lusim Allahun. Ti drejton, ti udhëzon, t'ja mundson që të largohen për këtyne gabime, mëkate, gjinoa që i numrova. Allah ka kuvetin e madh, Allah e don faljen, Allah i don robt. Kush kërkon falje, Allah ja fal. Kush kërkon udhëzim, Allahu e udhëzon. Ama mos u largoni prej Zotit. Çashtu që jeni, ku jeni? Çdo kush ka të drejta me komunikuar me Allahun subhanahu wa taala dhe me bon mirë e me qeni mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.